besimtari duhet ta krahasojë veten e tij ose duhet ndjehet në momentin që futet në xhami si mysafir i Allahut subhanahu wa taala. Normalisht besimtari kur të jetë mysafir i Allahut dhe të kërkojë prej Allahut, a kujtoni se Allahu nuk do t'i përgjigjet duas, lutjes, brengës, hallit së besimtarit, pra Allahu është ai i cili i përgjigjet çfarë do lloj halli dhe çfarë do lloj brengë që e ka besimtari. Gjithashtu, namazi është ai i cili largon stresin, largon depresionin, largon energjitë negative dhe çfarë do lloj të keqe që e ka një besimtar. Prandaj, gjithsecili njeri duhet mundohet që ta kryejë këtë ibadet. Pra në momentin që shkojmë në sejdë dhe i themi Allahut subhana rabbiyal ala, o Zot ti je më i madhi, e falenderojmë e madhërojmë Allahun subhanahu wa taala, normalisht që Allahu është ai i cili na qetëson në shpirt, na qetëson në zemër dhe na i largon hallet, dertet e dunjas dhe gjithashtu me namazin dhe me punët e mira që i bëjmë, Allah subhanahu wa taala ditën e gjykimit do të na shpërblejë dhe me mëshirën e tij do të futemi në xhenetin e lartë. Allahu na bof për namazlive. Walhamdulillahi rabbil alamin.